ka pasur vlora një komunitet 90% hebre dhe vetëm 10% shqiptar në vitin 1492, ashtu siç pretendon një shkrimtare që ka jetuar në Vlorë, ka jetuar në Shqipëri, e cila afirmoi këto ditë se në Vlorën e vitit 1492 shqiptarët ishin një minorancë e vogël, pra ishin një pakicë prej vetëm 10%. Si qëndron e vërteta? Ja të hedhim drejt mbi faktet historike. Jemi në vitin 1492 dhe sipas zonës të fjalë nga Spanja erdhen për në Vlorë me mira hebre, të cilët arritën që të përbënin deri në 90% të popullsisë të qytetit. A qëndron një fakt i tillë? Le të kthehemi në kohë në vitin 1492 në Spanjë. Spanja ishte në një luftë prej shumë vitesh kundër pushtimit arab. Pushtimi arab zgjate prej rreth 700 viteve në Gadishullin Iberik dhe më në fund mbreti i Spanjës, që ishte Ferdinand II Aragona, i kishte shpallur përfundimisht luftë jetë apo vdekje komunitetit arab pushtues që ishte në Gadishullin Iberik, dhe qyteti i fundit që u çlirua ishte ai i Granadës, që është në pjesën më jugore përballë Afrikës në Gadishullin e sotëm Iberik. Çfarë ndodhi më tej? Duke dashur që të konsolidonte pushtetin e tij, mbreti i Spanjës nxorri një dekret në cilin thuhej që kushdo që qëndronte në Spanjë kishte të drejtë të qëndronte pavarësisht se ishte me origjinë të huaj, por me një kusht. Duhej të konvertohej, pra duhet të kthehej në kristian. Një pjesë e arabëve që kishin mbetur nuk pranuan dhe u detyruan që të merren rrugën drejt Afrikës. Ndërsa komuniteti hebrej që ishte në Spanjë atë kohë, pothuajse i gjithë nuk pranoi që të konvertohej dhe u detyrua që të merrte arratim, pra të shpërngulej nga Spanja. Po të shikojmë se ç'thojnë arkivat. Arkivat, sidomos ato të Vatikanit dhe mbi të gjitha arkivat e Venedikut, në lidhje me shpërnguljen e hebrejve nga Spanja. Pra jemi në vitin 1492. Mbarojnë 700 vite pushtim në Gadishull Iberik dhe është viti më i jashtëzakonshëm për spanjollët që ishin në ato mbasi superfuqia më e madhe në gjithë botën, pasi ishte periudha e atyre kolonizime të famshme që do fillonin me zbarkimin për herë të parë të Kolombit Kristofor Kolombit në Amerikën e sotme. Pra do zbuloi për herë të parë Amerika. Ishte që ndodhi pikërisht në vitin 1492, në tetor të vitit 1492 për të qenë më precis. Në atë kohë, mbreti spanjoll kishte një ndikim jashtëzakonisht të madh në gjithë kontinentin evropian. Por ç'a ndodhi me hebrejt? Hebrejt që u shpërngulen nga Spanja, ato shkuan pothuajse të gjithë në Afrikë. U vendosen kryesisht në Algjeri, në Marok dhe në Tunizi. Këto janë arkivat historik, jo tridhime studiosh televizive. Dhe në atë kohë kur u vendosen në Amerikën, në Afrikën e Veriut, ato shumë herë hynën dhe në kontraste me popullsinë vendase, e cila në mentalitetin e tyre nuk pranonte një fenomen që ishte normal tek komuniteti hebrej, që ishte dhënia e fajteve, pra dhënia e parave me interes. Por kush ishte në atë kohë, në fillim pastaj të shekullit të 16, kush ishte që sundonte Afrikën e Veriut? Ja të shohim pak kontekstin historik. Pasi në qofse në vitin 1492 nisja masive hebrejve nga Spanja do kishte përfunduar në Vlorë, do ishin dashur kohë biblike në atë kohë për të arritur. Nuk kishte aviona, duhet ta kujtoj zonja në fjalë që ka hedhur këtë teori të pa bazuar absolutisht në fakte historike, duhet kishte pasur aviona charter që të sillnin menjëherë hebrejt në Vlorë
në një shpejtësi kaq rrufe brenda vitit 1492. Por e vërteta qëndron që ato, siç thash, u vendosën në Afrikën e Veriut. Në këtë kohë, sidomos në vitet e para të shekullit të 16, pra gjatë periudhës së fillim shekullit të 16, në Afrikën e Veriut, zotrit e Afrikës së Veriut me qendër në Algjeri ishin dy vëllezër shqiptar. Dy vëllezër shqiptar që quheshin Barbarossa. Ato ishin Arush Barbarossa dhe Hayreddin Barbarossa. Që të dy këto zotëri kontrollonin komplet bregdetin verior të Afrikës dhe kontrollonin pjesën më të madhe të Mesdheut. Njëri prej tyre quhej dhe Baba Aruç nga arabët, pasi ishte ai që mori gjithë arabët që u nisën me forcë nga Spanja, i mori në territorin e Afrikës së Veriut, pra në Maghreb. Unë kam qenë vetë në zonën ku ishte të themi epicendra e fuqisë së vëllezërve Barbarossa në Tlemcen, dhe ato në Tlemcen të Algjerisë, është një qytet e vogël në kufi me Ujda të Marokut. Aty ato në qytetin Tlemcen kishin ato qendrën strategjike të gjithë operacioneve ushtarake që ndërmerrnin në të gjithë Mesdheu. Pse i përmend vëllezërit Barbarossa? I përmend për faktin sepse në arkivat e Venedikut rezulton që hebrejt e parë në territor shqiptar, pra në territor arbror, arritën në vitin 1520. 1520 dhe ishin vetëm 25 familje, pasi ishin 25 bashkëpunëtor të vëllezërve Barbarossa, të cilët ishin ndalluar për mbështetjen që kishin dhënë sidomos ekonomike atyre gjatë luftës që bënin, por kishin hyrë në kontrast, siç e thash, me popullsinë berbere dhe arabe vendase, pasi ato jepnin para me fajte, pra me interes, gjë që nuk e pranonte kultura e tyre. Dhe u detyruan për t'i mbrojtur këto 25 bashkëpunëtorët e tyre më të ngushtë, Hayreddin Barbarossa vendosi që të niste drejt bregdetit shqiptar me një ndër anije që sillte, që bënin tregtinë nëpër Mesdheu dhe u vendosen në Vlorën e sotme. Pra ishin thjesht 25 familje. Dikush sot në Vlorë i ka vënë dhe një 5 përpara dhe kam parë që në arkivat e Vlorës sot 25 familje është bërë 525. Pra nuk e kuptoj se kush mund ta kenë bërë, por është në arkivat e Venedikut vetëm 25 familje. Dhe kjo ndodhi në vitin 1520, pra rreth 28 vjet, mbas asaj që pretendon Zoja në fjalë kur thotë që në vitin 1492 90% e popullsisë së Vlorës ishin hebrej. Deri në vitin 1478 në Vlorën e kontrollonte familja Arianiti. Deri në atë kohë në Vlorë ishin të gjithë arbror, ishin pra ilir, epirot, arbror që janë të shqiptarët e sot. Por cila është regjistrimi i parë i popullsisë? Në vitin 1478 Vlora ranë në pushtim dhe u pushtua nga Perandoria Otomane. Për herë të parë, censusi i parë që bëhet në Vlorë bëhet në vitin 1493 nga otomanët dhe rezulton në arkivat e Venedikut të marrë nga arkivat e Stambollit që Vlora kishte 988 familje të regjistruar me rreth 6300 banorë. Ndër këto ishin 970 familje ishin të krishtera, pra përsërisht të krishtera, pra të cilësuara Arnaut të krishterë, pra shqiptar të krishterë, dhe ishin 18 familje Arnaut musliman. Pra do të thotë në 988 familje nuk rezulton akoma asnjë familje hebre. Nërsa në censusin e vitit 1520, atëherë kur thashë Hayreddin Barbarossa, pra shqiptari që sundonte Mesdheu në atë kohë, nisi drejt Shqipërisë 25 bashkëpunëtorët e tij hebrej të ngushtë që kishte, që e financonin në fushatat e tyre që bënin nëpër gjithë Mesdheun dhe ushtrehuan me gjithë familjet e tyre në Vlorë. Dhe në censusin e vitit 1520, përsëri nga gjithmonë nga arkivat e Venedikut që referohen arkivave të Perandorisë Otomane, në Vlorë regjistrohen gjithsejt 945 familje
të krishterë, pra Arnaut të krishterë, 85 muslimane, pra kemi një rritje të komponentit musliman nga 18-85 dhe regjistrohen për herë të parë 25 familje të ardhura nga, siç e thash parë, nga Hayreddin Haruç Barbarossa, dhe gjithsejt ishin pra 25 familje. Dhe e përsëris prapë në Vlorë dikush ka vendosur një 5 përpara dhe ka bërë 525. Por gjithsesi, edhe sikur të ishin aq, nuk do ishin kur 90% e popullsisë, pasi kemi gjithsejt rezultojnë përsëris prapë në censusin e vitit 1520. 945 familje arnaute të krishtera, pra shqiptare të krishtera, 85 familje muslimane arnaute, pra shqiptare, dhe vetëm 25 familje hebre, të ardhura pra për herë të parë duket komponenti hebrej në vitin 1520. Pra viti 1492 është absolutisht zero prezenca e hebrejve në Vlorë. Këto pastaj ne duhet të shikojmë më vonë se ç'ndodhi. Më vonë erdhen dhe disa ngarkesa të tjera njerëzore, erdhen dhe disa vapor të tjerë që sillen gjithmonë nga Afrika Veriore, pra nga zona e Magrebit, ku e përsëris prapë banorët kishin hyrë në kontrast në përplasje me komponentin hebrej që kishte ardhur nga Spanja, dhe kemi një vazhdim të ardhjes së hebrejve drejt portave shqiptare të asaj kohe, që ishin në Vlorë, që ishin në Igumenic, që ishin në Parga, por dhe në Arta. Këto vinë dhe shpërndahen gjithandaj në territorin ilirik, kryesisht shkojnë drejt Selanikut, shkojnë drejt Stambollit, po ikin dhe drejt Bullgarisë së sotme dhe deri në Hungari. Pra në zonën e Shqipërisë, ato qëndrojnë shumë pak. Në zonën e Vlorës nuk kemi më përqendrim të komponentit hebrej. Asa gjatë luftës së parë botërore, në Vlorë numëroheshin me gishtat e një dore familje që ishin hebreje. Kemi për shembull familjen e Pepelevit, i cili njihet që jetonte në Vlorën e periudhës së parë dhe mbas luftës së parë botërore, atë të Mateo Matathis, i cili dhe Mateo Matathia jetonte në familje e tij dhe numërohen në gishtat e dy duarve, të themi, familjet që jetonin akoma në Vlorë gjatë shekullit të 20. Pra, sigurisht që ne gjatë luftës së dytë botërore i ndihmuam hebrejt dhe mirë bëm që i ndihmuam, pasi ne kemi ndihmuar këto. Ne kemi ndihmuar dhe ushtarët italianë që erdhën si pushtues me armë në dorë dhe i mbrojtëm me jetën tonë, i strehuam në shtëpitë tona. Dhe kjo është vitaliteti i shqiptarit, kjo është mirësia e shqiptarit, po askush duhet ta marrë për dobësi këtë. Pra, në qoftë se zoja në fjalë që në mos u gabofsha quante Ana Cohen, ka ardhur gjatë luftës së dytë botërore familja e saj në Shqipëri, ashtu siç thonë dokumentet, dhe shqiptarët e kanë mbrojtur, e kanë mbështetur, e kanë ruajtur dhe i kanë shpëtuar jetën të gjithë familjarëve të saj. Ajo nuk mund të shpik kurse si një teori të tillë që 90% e Vlorës në vitin 1492 ishte hebreje dhe 10% ishte vetëm shqiptare. Pra ti nxjerr vlonjatët e sotëm Kopil Ardhacak është një keqdashje. Nuk e kuptoj përse ajo duhet ta ketë bërë një gjë të tillë, por duhet të kishte pasur menjëherë një reagim të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e cila është gjithë ditën në gjumë të thellë. Duhet kishte pasur një reagim të Ministerisë së Kulturës së Shqipërisë, e cila edhe ajo flen, pra askush nuk ka marrë mundimin në mënyrë zyrtare të përgjigjet një shpifje të tillë. Të kujtojmë që për shumë më pak se kaq, një mik i jon i atletar, Marin Mema, është konsideruar non grata në Greqi, ndërsa në Shqipëri është bërë si një mall pa zot, si një shtëpi pa zot, ku hyn e dalin, shetisin dhe hedhin tezat e tyre shoviniste dhe antishqiptare kushdo. Kujdo që i teket vjen hap varret e ushtarëve pushtues, kushdo që i teket ngre një bust të Mehmet pushtuesit të urryer apo të Mitsotakit autorit të operacionit Fshesa, apo të kujdo tjetër, ku i teket fal një cop det, ku i teket fal një cop tokë, Shqipëria në këtë mënyrë të dashur nuk mund të vazhdojë më tej. Duhet një sensibilizim i opinionit,
duhet një garanci nga shteti i të drejtës në Shqipëri, ku e drejta për të shprehur është sublime, por jo të shpifet dhe të shtrembrohet qëllimisht historia jonë. Ne kemi vite që po përplasemi, të themi në mënyrë figurative, me klane të shumta greke, serbe, turke, të cilat të kërkojnë që të varrosin historinë tonë dhe ta nëpërkëmbin, ta fshejnë, ta vjedhin, ta shtrembrojnë. Tashi na doli dhe një zoj e komunitetit hebrej që tashi, po ne nuk mund të përgjigjemi për këto. Ka shërbime sekreta i vend, ka një shtet, ka një president të majnë qëndrim e përsëris, për shumë më pak miku jon Marin Mema është shpallur non grata në Greqi. Ndaj këto njerëz që shtrembrojnë në mënyrë dashakese historinë, pas një fakt historik, unë e sfidoj zojnë në fjalë, sfidoj mbi gjithçka që ekziston në këtë botë që të më paraqes një dokument të vetëm ku rezulton që në Vlorë në vitin 1492 apo më pas ishin 90% hebrej dhe 10% ardhatsak vlonjat shqiptar. Pra, është absurde që ne vazhdojmë t'i thrasim këto njerëz nëpër kanalet tona televizive, t'i japim atyre hapësirë televizive, t'i japim atyre shikueshmëri në rrjetet sociale, turlisoj njerëz kur ftohen dhe njerëz që guxojnë të nëpërkëmbin dhe të përgojojnë dhe herojnë ton kombëtar, gjerë që Gjon Kastriotin Skënderbeu. Është pa moralshme një gjë e tillë, është e papranueshme një gjë e tillë. Këto janë ikonat, janë pilastrat, janë shtyllat, kolona vertebrale e kombit ton. Nuk mund të preken figurat tona. Ndaj, unë me këto fakte të nxjerrura e përsëris prap në arkivat Vatikanas, kam 2 ditë që në gjurmoj vetëm për t'i dhënë përgjigje pretendimit absurd të zonjës në fjalë, e cila në kanal televiziv shqiptar, në kanalet social shqiptare, pati guximin që të shtrembrojë në mënyrë të tillë historinë e kombit tonë. Ne nuk jemi kundër asnjë populli dhe kemi ndjesi shumë pozitive ndaj kujdo që ka vuajtur në këtë botë, pasi jemi dhe ne bashkëvuajtës në shekuj, por nuk lejojmë askënd që të na marrë nëpërkëmbë, nuk lejojmë askënd që të prek dinjitetin e shqiptarit. Kaq ishte për sot, nëse zonja ka dokument vetëm një të vetëm e përsëris, unë jam i hapur që t'i shkojmë deri në fund në të gjitha instancat një gjë të tillë, pasi është e pamoralshme që shteti vazhdon të hesht, institucionet vazhdojnë të heshtin mbi shtrembrime të tilla dashakese me qëllime të dyta që kushdo tashmë hyn në Shqipëri dhe i bën pa ju trembur syrin. Janë po të njëjtët ato që tolerojnë këto fakte, ato që mbulojnë statuin e heroit ton kombëtar, ato që e fshehin nga ambientet shtetërore statuin e herojt ton kombëtar sa herë që çdo tip mamaluku vjen në Shqipëri, janë të njëjtit që tolerojnë të gjëra për qëllime dytësore. Ndaj ka ardhur momenti që dashnorët atë dheu t'i dalin për Zot atë dheu, të mblidhen të gjithë të bashku dhe t'i thojnë mjaft kësaj situate të padëshirueshme, kësaj situate të papranueshme. Kaq për sot, mi këtë pretendim sa absurd, aq dhe qesharak, unë Alban Kraja, si gjithmonë ju përshëndes, ju përshafoj të gjithëve një për një dhe ju uroj çdo të mirë. Zoti e mbrojt dhe ndihmoft kombin tonë.